shqiptarët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, që ndihmuan hebrejt për t'i shpëtuar nazizmit gjerman? Në fakt, në fillim, kjo projekt ide ka nisur si një projekt më i madh, më i gjatë e tjera, por pastaj shkaku i pandemisë dhe pastaj lufta me Izrael bëri që ne të fokusohemi për të bërë një dokumentar më modest për të ruajtur pastaj mundësinë në një moment më të mirë për ta bërë projektin e madh që kemi patur në bashkëpunim edhe me një produksion shumë të rëndësishëm izraelit. Projekti në fakt është projekt kombëtar, unë e llogaris si një lloj projekti kombëtar. Jo se nuk janë bërë edhe më herët dokumentare, qoftë dokumentare televizive, për vlerat tona të sakrificës që kemi bërë dhe që kemi patur në raport me shpëtimin apo strehimin e hebrejve të cilët në kohën e luftës dytë botërore luftoheshin nga nazistët, vriteshin e tjera. Por vlera e kësaj që kemi bërë ne është se gjithçka në raport me atë që kanë bërë